thënë, shtëpitë e juve, mëngjes, drekë, darkë, për ata që, do më thënë, e preferojnë nuk guxo me mungu ujë me kanel, për personat që kanë sidomos diabet ose smundje kronike ose me smundjet metabolike është shumë e rëndësishme sepse e neutralizon, do të thonë nivelizon sheqerin në gjak. E përgatisin mbrëmje dhe marrin punë me vetë gjithë ditën. Po edhe mundesh kjo pije mundet pu përgatitë edhe ndaj deri në 3 ditë. Do të thonë e përgatit ose në kushtet temperaturë domës nuk preferohet mu pije ftoft. E kena thënë që uji preferohet do më thonë maksimumi 10 gradë, temperatura sa ma e naltë është edhe ma e mirë. Më thonë karanfilin për antimikotek, antioksidant, vetit e veta që i ka. Në këtë rast për shembull shfrytëzojmë me shtu edhe xhenxhefilin, është një pije hidratuse që i ndihmojmë trupit me më thonë me pas shije për ujë, edhe na motivon për shkak shijes. Nuk është të thonë krejt ta përbës me shtu që për shtojone. Po, çka do që kanë të